Ditë më parë, një ngjarje e rëndë tronditi sistemin gjyqësor shqiptar. Në sallën e gjyqit në gjykatën e Tiranës, gjyqtari Astrid Kalaja humbi jetën pas të shtënave me armë zjarri nga një person i cili aktualisht ndodhet i arrestuar. Ngjarja ngriti shqetësime serioze për sigurinë në sallat e gjykatave dhe masat që duhen marrë për të shmangur ngjarje të tilla tragjike. Në këtë kuadër, kamera e televizionit Apollon ju drejtua avokatit të njohur Adriatik Doga, i cili ndau mendimin e tij lidhur me situatën e sigurisë në ambientet gjyqësore. Sipas tij, ka një mungesë të theksuar të kushteve të duhura për ndarjen dhe hyrjen e palëve në gjykim. Gjyqtarët, prokurorët, avokatët, të pandehurit dhe qytetarët futen nga e njëjti korridor apo derë, duke rritur rrezikun për episode të dhunshme. Zoti Doga bëri thirrje për rishikimin e organizimit dhe infrastrukturës së sallave gjyqësore, duke theksuar domosdoshmëri të shtimit të masave të sigurisë. Ai kërkoi gjithashtu rishikimin e vendimeve për mbylljen apo bashkimin e disa gjykatave vendore, veçanërisht për gjykatën e Lushnjës, e cila sipas tij kishte disa salla gjyqi të përshtatshme, të kompletuara dhe që shërbenin si një model për funksionimin korrekt të drejtësisë në nivel lokal. Ngushëllimi i familjes. Pra, kurse si nuk duhet ndodhte një ngjarje e tillë. Megjithatë tash ndodhi. Mendojmë që problemi nis që me hartën gjyqësore. Po të kishte qenë gjykata e apelit në Shkodër, 100% kjo ngjarje nuk do ndodhte. Sepse problematikat e rretheve me persona, me individ caktuar në një gjykatë siç ishte gjykata e apelit në Shkodër ku ka punuar gjyqtari, edhe policia do merrte masa më efektive për mos të ndodhur ngjarje. Pra, bashkimi i gjitha gjykatave në një të vetme, pra të gjitha krahinave të Shqipërisë në një të vetme në Tiranë, është shumë e vështirë për të menaxhuar, edhe nga gjyqtarët, edhe nga forcat e rendit, pra dhe siguria. Në ato lloj ambientesh, në ato lloj kushtesh normal që çdo gjë mund të ndodhi. E dënojmë ngjarjen, ngushëllim e familjes, por mendojmë që i pari që duhet të reagojë në këtë situatë është shteti me hartën gjyqësore. Urojmë që mos ketë më ngjarje të tilla, po me këtë mbledhje të gjithë Shqipërisë në gjykatën e apelit në Tiranë do ketë gjithmonë problematika. Inshallah jo të këtij lloji, po problematikat janë të shumta. Pra, e thënë troç, shteti duhet reagoj me hartën gjyqësore për t'i ardhur në ndihmë edhe gjyqtarëve, për t'i ardhur në ndihmë edhe forcave të rendit, për t'i ardhur në ndihmë edhe popullsisë. Nuk mundet e gjithë Shqipëria në një gjykatë apeli në Tiranë. Dhe Doga, a kanë siguri trupat gjykuese kur hyn në sallat? Si shikoni këtë? Po, qa sigurie mund të ketë gjyqtari kur është nga i pandehurit që jep burgim përjetshëm, nga familjarët e të pandehurit që jep burgim përjetshëm është 1 metër larg. Vetëm sallat gjyqi nuk janë ato. Si mund, kur siguria, nuk mund të garantosh dot sigurinë, si ta garantosh sigurinë. Pra me këto ambiente, pra duhen urgjentisht krijohen ambiente, sepse nuk mund të ketë siguri pa ambiente. Ky është mendimi im. Gjithsesi pastaj. Sipas jush, pasi ju njihni një nga avokatët me emër në qytetin e Lushnjës, nëse do kishte një reagim të shpejtë, a mund të shpëtonte jetë njeriu? Tani këtë reagimin e shpejtë i takon ekspertëve të fushës, nuk më takon mua, se unë nuk e di, por në të tilla salla ku zhvillojmë ne seancat gjyqësore, të reagoj si të doj ai që ka për detyrë të reagoj, nuk është e pashmangshme. Pra, marrim edhe gjykatën e Fierit, ku jemi ne, aty ku hym ne, aty hyn i pandehuri, aty hyn gjyqtari, aty hyn prokurori, nuk mundet ndodh kjo. Pra, e njëjta gjë është në gjykatën e apelit në Tiranë. E kishte Lushnja gjykatën, po, hynte në ambiente të tjera qëndronte i dënuari ose i paraburgosurit, në ambiente të tjera kalonte gjykata, në ambiente të tjera kalonim ne, në ambiente të tjera priste populli. Ndërsa sot në një ambient kaloj të tërë, në një ambient presin tërë. Pra nuk
Unë nuk e kuptoj. Pra, ata që e kanë për detyrë ta zgjidhin këtë gjë, si nuk reagojnë ata?